في المؤمنين الصادقين رجال. Pyetja e parë thot: 7 lloj të njerëzve që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit. A do të hinë këta të gjithë në xhennet pa dhënë llogari? Apo edhe këta do të japin llogari në ditën e gjykimit? Një sqarim mundësisht Allahu i shpërbleft. Pra pyetja është shumë e vën, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na paralajmëron, na tregon se në ditën e gjykimit njerëz do të ringjallen pranë Allahut azza wa jall dhe atë ditë dielli do të jetë mbi kokat e njerëzve. Njerëz të zhitur në gjers. Përpos një lloj të njerëzve që Allahu azza wa jall do t'i strehon në hijen e arshit të tij. Dhe në këtë hadith të vërtetë që transmeton e Buhariu, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ato që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut janë 7 lloj. Pyetja është: këta që të cilët do të strehohen ditën e gjykimit, a do të japin llogari pranë Allahut apo do të jenë prej atyre që do të hinë në xhennetin e Allahut pa u llogarit? Pra vëllezër të ndershëm, shiqëes të respektuar, në atë që e posedojmë për ditën e gjykimit dhe mbi llogarin është që transmeton me një hadith e Imran ibn Husain radiallahu an, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70.000 njerëz nga ummeti im do të hyjnë në xhennet pa dhënë llogari. Kush janë këta? Cilët njerëz do të jenë që do të hyjnë në xhennetin e Allahut pa u dhënë llogari? Në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut në këtë rast i ka cilësu, i ka përcaktu. Për këtë arsye nuk kemi të drejtë ne të flasim dinin e Allahut azza wa jall pa argument. Argumenti vetëm që ekziston janë vetëm këta lloj të njerëzve që do të hyjnë në xhennetin e Allahut pa dhënë llogari. Çfarë cilësi i posedojnë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta të cilët do të hyjnë në xhennetin e Allahut pa llogari janë ata që nuk kërkojnë shërim, nuk kërkojnë që të i bëhet rukje nga sëmundjet që i posedojnë. Pra bëjnë durim, i japin përparësi ahiretit pranë dunjas, kjo është cilësia e atyre që do të hyjnë në xhennetin e Allahut pa u llogarit. E dita thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun, dhe nuk besojnë në besditni të ndryshëm. Pra ju nuk janë ata të cilët i besojnë besimeve të kota, siç ka qenë një traditë, të cilët kanë qenë short në kohën e mushrikëve, kur janë nisë për një rrugë, e kanë morë një shpend dhe e kanë shluar të fluturon. Nëse ka fluturuar në anën e gjatë, kanë vazhduar udhëtimin e tyre. Nëse ka fluturuar në anën e majtë, janë kthi prapa. Nuk besojnë në besime të kota. Apo siç është e përhapur në mesin e popullatës sonë, kur njëri niset në udhëtim dhe ja praq udhën moca, kthehet e prap. Është pesimist, se ka mi ndodh diçka. Pra ata të cilët nuk besojnë në besime të kota, dhe ata të cilët nuk bëjnë shërim me zjarr, siç ka qenë një traditë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra këta janë ata njerëz të cilët i mbështeten Allahut krejtësisht, të vetmit që do të hyjnë në xhennetin e Allahut pa u llogarit. Ndërsa ata të cilët i ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut azza wa jall, dhe ata do të llogaritën. Mirë po, si dhe që jetë llogaria e tyre? Llogaria prej llogarisë ka dallim. Nga se, siç është pyet Ibn Omeri radiallahu anhuma, është pyet për llogarinë e besimtarit. Dhe i kanë thonë, a keni dëgjuar diçka prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ketë njoftuar se si llogaritet besimtarin ditën e gjykimit pranë Allahut? Është përgjigj Ibn Omeri dhe ka thonë po. Kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë se Allahu azza wa jall besimtarin, robin e dashur të tij, e vetmon dhe i thot: o robi im, a të kujtohet
filan ditën, filan sahatin, filan qastin, ke vepru këtë gjuna dhe këtë. Tha deri sa robi Allahut të pohon, të pranon, çdo sen që Allahu Azza wa Jall ja paraqet. Dhe bindet robi Allahut se u shkatru, për deri sa Allahu Azza wa Jall, Allahut nuk i mshefet as një send. E pastaj Allahu i përgjigjet dhe thot: a nuk jam unë që ti mbulova në dunjo? Thot po ja Rab, ti e ai i cili më mbulove në dunjo. Thot pasi që unë ti mbulova në dunjo, unë jam dhe ai që ti fali në ahiret. Ndërsa jo besimtari dhe munafikun, Allahu nuk e veçon. Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit munafikut, jo besimtarit ja publikon, ja shpalos të gjithë metat dhe mëkatet që i kanë bën. Dhe i thot Allahu Azza wa Jall: haulai alladhina kadhabu ala rabbihim. Këto janë gënjeshtar që kanë rrejtën për Allahun e tyre. Ala la'natullah ala dhalimin. Mallkimi i Allahut qoftë mbi besimtar, mbi zullumqart. Kanë llogaria? Pra llogaria prej llogarisë ka dallim. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi me një hadith që transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men nuqish al-hisab udhib. Ai i cili llogaritet mirë në ditën e gjykimit do të dënohet. Aisha ndërhin dhe i thot: ja Rasulullah, a nuk është që Allahu ka thonë Kurani Kerim se ati që i ripet libra me dorën e gjadh do ta llogaritmi me llogari që të lehtë? Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thash ajo llogaritja sipërfaqësore. Pra disa do të llogariten ditën e gjykimit sipërfaqësisht, ndërsa ai i cili ndalet para Allahut të llogaritet për çdo të madhe dhe çdo të vogël. Për çështjen detaje, thot pejgamberi Allahut, do të dënohet. Pra besimtarët do të llogariten ditën e gjykimit për jashtim të 70.000 njerëzve që do të shpotojnë nga llogaria dhe do të hinë xhenetin e Allahut pa u llogarit. Në transmeton një hadith Imam Ahmedi, për këtë hadith thot Ibn Kathiri se është hadith i vërtet. Thot 70.000 njerëz nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të hinë xhenetin e Allahut pa u llogarit. Me çdo njërin do të jenë dhe 70.000. Pra çdo njëri nga ato do t'i merr me veten dhe 70.000. Pra dhe nëse është ke hadith i vërtet, atëherë janë këto të vetëmit njerëz të cilët do të hinë xhenetin e Allahut pa u llogarit. Ndërsa ata që strehohen në hijen e arshit Allahut Azza wa Jall nuk posedojnë argument të vërtet, që nuk llogariten ditën e gjykimit, por edhe ata do të llogariten vetëm se llogaria e tyre do të jetë e lehtë. Allahu Azza wa Jall na mundsof që të jemi prej atinve që him xhenetin e Allahut pa u llogarit. E nëse Allahu cakton të llogaritemi, të jem prej atinve që llogariten përfaqësisht e jo në mënyrë detaje. Lutim Allahun Azza wa Jall të na banë banor të xhenetit.